Përshëndetje, ju falenderoj të gjithëve që jeni pjesë e kësaj konference të rëndësishme për Shtyp dhe ju si partner të përhershëm të promovimit të Qendrës së Artit dhe Kulturës. Kam shumë kënaqësi të prezantoj sot një nga festivalet më të rëndësishme të këtij viti, siç është Festivali i Bandave Frymore. Është në edicionin e tij të parë, besoj dhe shpresoj që ky aktivitet, ky festival i madh do të jetë një brand për qytetin e Korçës. Jo pa qëllim mbahet në Korçë, sepse dihet që orkestrat frymore janë pjesë e identitetit ton si Korçë, por dhe të gjithë Shqipërisë. Kjo për shkak të bandës Vatra e bandës Korçës, që ka qenë një nga formacionet më të rëndësishme të jetës kulturore të qytetit, na ka ndjekur në ngjarje historike, por dhe në festa të ndryshme. Jam e lumtur që këtë festival të madh do ta kurojë Ilir Kodhima, pedagogu i Akademisë së Arteve, një djalë shumë i apasionuar dhe profesor i shkëlqyer. Është kujdesur që të kemi bandat me cilësi të lartë, do të kemi bandën nga Kroacia, do të kemi bandën nga Italia, do të kemi bandën e Kosovës, do të kemi forcat armatosura të bandës së Shqipërisë dhe një quintet i cili na vjen nga Selaniku, por dhe nga Tirana, në drejtimin e profesor dhe dirigentit Edmond Doko. Shpresoj që ky festival në Trenet të jetë një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për ardashtet e Korçës, por të jetë dhe një shkëmbim eksperjencash për gjithë artistët dhe gjithë instrumentistët e frymës. Do të jetë një kalendar për 3 ditë i pasur. Ne do të fillojmë në datën 24 tetor me një ekspozitë retro Korça, kur do të kemi instrumenta të pa dala ndonjëherë, të pa ekspozuara ndonjëherë të frymës. Do të kemi foto historike të ansambleve të ndryshme frymore, do të kujtojmë personalitetet të quara të cilët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e këtyre instrumentave apo të kësaj lloje muzike të rëndësishme për Korçën, por dhe për gjithë Shqipërinë. Do të kemi një marshim në dynet të gjitha bandave pjesëmarrëse dhe gjithashtu do të kemi në datën 25 në mëngjes masterclass të zhvilluara nga mjeshtra të instrumentave frymor, për të kulmuar në 25 në orën 18:00 në Ushtari Kombëtar ose Luftari Kombëtar me programin e madh gala që ne i quajmë Lulufest. Do të ndalem dhe pse i quajmë Lulufest, që do të performojnë të gjitha bandat e ftuara. Ndërkohë të diel do të kemi sërish ekspozitën Retro Art Korça dhe në mbrëmje në orën 19:00 në galerinë digjitale do të jetë quinteti drejtuar nga mjeshtri dhe profesori dirigenti Edmond Doko. Shpresoj që ky event të kthehet në një event dhe të turizmit për qytetin, por për të folur më shumë për këtë, unë do të jap fjalën nënkryetarës së bashkisë, zonjës Benila Thameli. Kalendarit të eventeve të Bashkisë të Korçës i shtohet një festival i ri, detajet e së cilit Blerta i përmendi, por vlerën që për Korçën ka festivalin ndërkombëtar i bandave, Bashkia e sheh jo thjesht si një event artistik dhe kulturor për banorët e territorit Korçës, por dhe si një mundësi për të trequr në Korçë vizitorë të shumt. I shtohet eventeve të tjera të përmasave ndërkombëtare që Bashkia prej vitesh tashmë organizon, si simpoziumi ndërkombëtar i skulpturës, kolonia ndërkombëtare e pikturës, apo edhe aktivitete të tjera, të cilat me gjeografinë e shteteve të artistëve pjesëmarrës jo vetëm tërheqin vëmendjen e vizitorëve, por indirekt këta artist i kthejnë në ambasador të kulturës korçare në vendet prej nga ata vinë. Është edicioni i parë dhe prandaj ne kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë edhe promocionit të festivalit, i cili jam e bindur në vitet në vijim do të jetë pjesë e kalendarit dhe të shumë agjensive turistike, sepse për herë të parë ne kemi filluar vendosjen e kontaktit një vit para ndërtimit të paketave turistike që agjensitë kombëtare dhe të vendeve rajonit ndërtojnë për Korçën dhe një nga 5 shtyllat e ofertës turistike, si e kemi klasifikuar ne në Bashki për Korçën, është padyshim edhe shtylla e eventeve. Dhe sa më gjithëpërfshirëse, më të mëdha, më me vlera të jenë aktivitetet, sa më të ndërkombëtarizuara të jenë ato, aq më i madh është interesi i vizitorëve për t'i ndjekur. Dhe sigurisht të bazuara dhe në element të spikatur të traditës korçare, siç është mbështetja e këtij festivali në traditën e bandës të njohur Vatra dhe që përkon jo rastësisht edhe me një ditë të rëndësishme për Korçën, që është dita e çlirimit, pra jo rastësisht Qendra e Artit ka zgjedhur ta ketë në fund të tetorit këtë festival, besoj do t'ja disafishoj vlerën festivalit duke u bërë një element identifikues i kulturës, i traditës korçare, por dhe i hapjes
gjeografike që Korça ka për kulturën, me synimin për të kthyer në një qendër të rëndësishme të artit dhe kulturës, jo vetëm në Shqipëri, por në krejt vendet e rajonit. Të gjithë, Blerta më lejon ta jap unë këtë përgjigje, të gjithë e njohin, jo vetëm korçarët, por edhe mëngjer Lulushin e famshëm. Dhe në tribut dhe në nderim të figurës të këtij artisti frymor që i ka tejkaluar për masat e Korçës dhe është një nga talentet më të mëdha që Shqipëria ka patur në artin frymor, festivali në mënyrë konvencionale, përveç Air Beat Festival që është emri ndërkombëtar i tij, ka dhe hashtagun Lulu Fest në nder të figurës të Lulushit më. Gati? Atëherë, unë vërtet jam shumë emocionuar, jam dhe shumë i surprizuar nga gjithë profesionalizmi dhe koordinimi mënyrë shumë të lartë profesionale e gjithë pjesëmarrësve të cilët e bën të mundur këtë organizim, sepse duhet të cekim që janë mbi 150 artistë që do të jenë gjatë këtyre 3 ditëve në Korçë. Janë 150 artistë të cilët njohin qytetin e Korçës, të cilët bashkëpunojnë midis njëri tjetrit, të cilët kontribojnë për të rinjt e këtij qyteti, për t'i afruar sa më shumë ata me artin, me kulturën, gjithashtu për të kontribuar në ngritjen e nivelit artistik në qytetin e Korçës, siç janë studentët e rinj të shkollës muzikës, artdashësit e rinj, por gjithashtu edhe artistët e orkestrës simfonike të qytetit Korçës dhe gjithashtu orkestrës frymore të qytetit Korçës. Gjatë këtyre 3 ditëve do të ketë bashkëpunime dhe stimulime për bashkëpunime edhe më të gjëra rreth artistëve, dirigjentëve të Kroacisë, të cilët do bashkëpunojnë me bandën e Korçës për t'i ndihmuar dhe për të shkëmbyer eksperiencat midis tyre, për ta ngritur nivelin artistik në vend një hap më shumë. Dua të cek që ky festival vetvete është pak më i gjerë, shumë dimensional në fushën e artit, pasi përbën në mesin e tij ka masterclasset. Gjatë këtyre 3 ditëve do mbahet masterclass në oboe, klarinet, fagot, flaut, trombon, korno, duke i afruar gjithë të rinj dhe duke i dhënë një qasje ndryshe me instrumentet e tunxhit. Shpresoj shumë dhe kontributi ynë, arritja jonë do të jetë në afrimin e këtyre brezave dhe pse jo të kthehemi edhe një herë në atë dashurinë rreth instrumenteve të tunxhit, siç ka qenë në mbi 100 vite më para me bandën e Korçës, por edhe me bandën Vatra. Përveç këtyre workshopeve, masterclasseve, Korça këto 3 ditë do të gumzhij nga orkestrat frymore, të cilat do të japin një honë shumë gazmore, shumë festive në rrugët e këtij qyteti, dhe gjëja më madhore do të jetë në sheshin ku do të bëhet koncerti, ku çdo orkestër frymore do të performojë minutazhin e saj dhe në fund fare do të luajnë të gjithë artistët një vepër të përbashkët, e cila është Dua më shumë Shqipërinë. Për bashkëpunime edhe më të gjëra rreth artistëve, dirigjentëve të Kroacisë, të cilët do bashkëpunojnë me bandën e Korçës. Tek që ky festival vetvete është pak më i gjerë, shumë dimensional në fushën e artit, pasi e orkestrës simfonike të qytetit Korçës dhe gjithashtu orkestrës frymore të qytetit Korçës. Masterclass në oboe, klarinet, fagot, flaut, trombon, korno, duke i afruar gjithë të rinj dhe duke i gjithashtu për të kontribuar në ngritjen e nivelit artistik në qytetin e Korçës, siç janë studentët e rinj të shkollës muzikës, artdashësit do të bëhet koncerti, ku çdo orkestër frymore do të performojë minutazhin e saj. Rritja jonë do të jetë në afrimin e këtyre brezave dhe pse jo të kthehemi edhe një herë në atë dashurinë rreth masterclasseve. Korça këto 3 ditë do të gumzhij nga orkestrat frymore, të cilat do të japin një honë, do të jenë gjatë këtyre 3 ditëve në Korçë.
janë qenë prezent artistë të cilët njohin qytetin e Korçës